Ma shumë që në pengon neve për punë në zonëta, para shkollohet, e në klasë parë, në dyshën e tretë, këtu krejt e mlën ujtë të shevët këtë rrugë, bon të në pusa. Kjo është rruga 3 kilometra e gjatë e pa asfaltuar që përshkon 3 fshatrat, Bokshiq, Grabanic dhe Dugajev të komunës së Klinës, dhe që nga pas lufta vazhdon të jetë në gjendje mjaft të rëndë. Gjendja e kësaj rruge përrëndon banorët e këtyre fshatrave të cilët janë të detyruar çdo ditë ta përshkojnë. Gashi shton se çdo herë para zgjedhjeve marrin premtime për asfaltimin e kësaj rruge nga ana e zyrtarëve komunal, por pa rezultat. Po premtojnë para votimeve, të në herë vinë që ashtu, në i thojnë dhe fjallë thata, sa me morë vota, edhe ikin, si të kryen votat, ma kurë. Ta mërmenja se asë janë konkurën këtonë. Edhe banori Met Sylaj nga fshati Dugajev thekson problemet që shkakton mos asfaltimi i kësaj rruge. E kem një pjesë të rrugës, katastrofë është që s'është e kalush me kur farmjeti. Kem në zonë në shkollë, kem si duhet me shkojnë njënit të tjetër, asë nara së në shkojnë në fusha me punun në për të rrugë. Na duhet me shku dikë mund jetë 3-4 km, dhe në 5 në rotull, do dhe në 7 km, shkaki që se rrugë si mujnë me shku e fillë dhe më thonë që e trup. Kallxo.com kontaktoi drejtorin e urbanizimit të komunës së Klinës, Baki Gashi, i cili nuk pranoi të prononcohet. As përfaqësuesit e opozitës nuk pranuan të flasin me arsyetimin se kanë probleme më të mëdha.